Marrëveshja e fundit mes Donald Trump dhe Iranit për një armpushim dyjavor ka ulur përkohësisht tensionet globale, duke shmangur, të paktën për momentin, një përplasje të drejtë për drejtë në një nga rajonet më të ndjeshme të botës. Sipas raportimeve ndërkombëtare, Teherani ka pranuar propozimin ndërmjetësuar nga Pakistani, ndërsa negociatat pritet të zhvillohen në Islamabad, duke nisur nga 11 prilli. Kjo lëvizje erdhi pas presioneve të forta diplomatike dhe sinjaleve nga Kina për të shmangur një përshkallëzim që mund të kishte pasoja të paparashikueshme. Ky zhvillim vjen vetëm pak orë pasi kishte skaduar ultimatumi i vendosur nga Washingtoni ndaj Iranit, ku ishte paralajmëruar shkatrim total në rast të dështimit të negociatave. Retorika e fortë kishte ngritur alarmin global, veçanërisht për shkak të rëndësisë strategjike të ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe për transportin e rreth 1/5 së naftës botërore. Në kuadër të marrëveshjes së përkohshme, Irani ka sinjalizuar gatishmëri për të garantuar kalim të sigurt në këtë ngushticë, ndërsa negociatat do të barazohen në një plan me 10 pika që përfshin kërkesa të forta, si heqja e sanksione, njohja e programit bërthamor dhe tërheqja e forcave amerikane nga rajoni. Nga ana tjetër, Washingtoni e ka konsideruar këtë plan vetëm si një bazë pune, çka tregon se rruga drejt një marrëveshje përfundimtare mbetet e gjatë dhe e pasigurt. Por çfarë do të ndodhte nëse kjo marrëveshje do të dështonte dhe konflikti shpërthente në luftë të hapur? Ekspertët paralajmërojnë se një përplasje ushtarake mes SBA-s dhe Iranit do të kishte pasoja të menjëhershme globale. Së pari, mbyllja e ngushticës së Hormuzit do të bllokonte furnizimin me energji, duke shkaktuar një krizë të rëndë ekonomike. Çmimet e naftës mund të rriteshin në nivele rekord, duke prekur drejt për drejt ekonomitë e mëdha dhe jetën e përditshme në mbar botën. Një konflikt i tillë do të rrezikonte gjithashtu përfshirjen e aktorëve të tjerë rajonal si Izraeli apo grupet e mbështetura nga Irani në lindjen e mesme, duke e kthyer situatën në një luftë shumë më të gjerë. Nga ana ushtarake, SBA ka kapacitete për të goditur objektiva strategjik brenda Iranit brenda një kohe shumë të shkurtër, por një operacion i tillë do të sillte kundërpërgjigje të forta nga Teherani, përfshirë sulme ndaj bazave amerikane në rajon dhe infrastrukturës energjetike. Kjo do ta kthente konfliktin në një spirale të rrezikshme për shkallëzimi. Ndërkohë, tregjet financiare kanë reaguar menjëherë ndaj lajmit të armpushimit. Çmimi i naftës, i cili kishte shënuar rritje të fortë gjatë tensioneve, ka rënë ndjeshëm. Nafta e tipit Brent ka pësuar një rënje me mbi 13%, duke zbritur rreth $94 për fuqi. Kjo rënje reflekton shpresën e tregjeve për stabilizim të furnizimit global, por analistët mbeten të kujdesshëm. Megjithatë, çmimet e naftës mbeten ende më të larta krahasuar me periudhën para krizës, çka tregon se pasiguria nuk është dukur. Po si nisi kjo përplasje që solli botën në prag konflikti? Tensionet mes SBA-s dhe Iranit ka një histori të gjatë, por përshkallëzimi i fundit lidhet me kombinimin e sanksioneve ekonomike, aktivitetit bërthamor iranian dhe kontrollit mbi ngushticën e Hormuzit. Vendimet e njëanshme për të rritur presionin ekonomik ndaj Teheranit, së bashku me veprimet iraniane për të demonstruar kontroll në rajon, kanë krijuar një cikël përshkallëzimi që kulmoi me kërcënime të drejtpërdrejta ushtarake. Në javët e fundit, bllokimi de facto i ngushticës dhe sulmet sporadike në rajon e kanë çuar situatën në një pikë kritike, duke detyruar ndërhyrjen e aktorëve ndërkombëtar për të shmangur më të keqen. Sot, me një armpushim të brish në fuqi dhe negociata që pritet të nisin, bota ndodhet në një ekuilibër të paqëndrueshëm mes paqes dhe konfliktit. Çdo hap i gabuar mund të rikthejë skenarin e luftës, ndërsa çdo përparim diplomatik mund të hapë rrugën për një stabilitet më afatgjatë në një nga zonat më strategjike të globit.